Psikologjia shpjegon pse disa njerëz nuk harrohen kurrë. Nuk është gjithmonë dashuria arsyeja pse dikën nuk e heqim dot nga mendja. Ndonjëherë është mënyra si na bëri të ndihemi. Truri i njeriut nuk kujton vetëm fytyra apo fjalë, ai kujton emocione, dhe njerëzit që lën emocione të forta krijojnë gjurmë të thella në mendje. Prandaj, disa njerëz i harrojnë për pak ditë, ndërsa të tjerët na ndjekin për vite të tëra. Psikologjia thot se lidhjet më të paharrueshme janë ato që nuk përfunduan siç duhej. Fjalët e pathëna, mungesa e përgjigjeve, largimet pa shpjegim e mbajnë trurin të lidhur me të kaluarën, sepse mendja jon kërkon mbyllje dhe kur nuk e gjen, vazhdon ta rikthejë atë person vazhdimisht. Ndonjëherë nuk na mungon vetë personi, na mungon versioni kur ishim pranë tij. Na mungon mënyra si qeshnim, si ndiheshim të kuptuar, apo mënyra si zemra rrihte ndryshe. Dhe e vërteta është kjo. Njerëzit që nuk harrohen kurrë, zakonisht janë ata që preken pjesë të shpirtit ton që askush tjetër nuk i preku më. Disa njerëz largohen nga jeta jon, por jo nga mendja jon.